Komisioni Komunal Zgjedhor në Tetov ka ndarë certifikatat për 31 këshilltarët e rinj të cilët morën besimin për të qenë pjesë e Këshillit Komunal në mandatin 2025-2029. Në zgjedhjet lokale të 19 tetorit, koalicioni Vlen ka marrë 13 këshilltar, Alianca Kombëtare për Integrim 12 këshilltar, VMRO DPMNE 3 këshilltar dhe nga një këshilltar kanë marrë LSDM-ja dhe Majta dhe Iniciativa Qytetare Më Mirë për Tetovën. Pas marrjes së certifikatave nga koalicioni Vlen, falenderuan qytetarët për besimin dhe theksuan se do të vazhdojnë që të punojnë për të mirën e qytetarëve. Ne, këshilltarët e Vlenit, bashkë me kryetarin Kasami, do t'jemi në shërbim të qytetarëve, në shërbim të interesit publik. I uroj gjithë këshilltarët edhe nga lista tjera, edhe nga partitë tjera për mandatin e këshilltarëve, pres bashkëpunim dhe pres një opozit konstruktive në të mirën e qytetarëve. Nga Alianca Kombëtare për Integrim, pas marrjes së certifikatave, nënvizuan se do të jenë opozit konstruktive në Këshillin e Komunës së Tetovës, ndërkaq paralajmëruan se do të përkrajnë vetëm vendimet që janë në të mirën e qytetarëve. Kemi plan të formojmë një opozit konstruktive në Komunën e Tetovës. Do t'i përmbajmë të gjitha projekte të cilat do të kenë sqarim adekuat, edhe do të jenë adekuate për qytetarët tonë, do të jenë konstruktive për qytetin tonë. Asnjëherë nuk e kemi në plan dhe nuk e kemi pas në plan që të jemi një konfiguracion destruktiv ose të jemi pjesë e udhëheqjes negative, do të mundohemi çdo herë të jemi zëri i qytetarëve. Ndërkaq sërish kthehen në Këshillin e Komunës së Tetovës përfaqësuesit e iniciativës qytetare Më Mirë për Tetovën. Këshilltari Agron Arifi paralajmëron se nuk do të përkrah vendime që janë kundër interesit të qytetarëve. Shpresojmë se në 4 vjeçarin e ardhshëm do të dalim faqebartë kësaj pune. Shpresojmë se të gjithë 31 këshilltarët do të hapin kontributin për qytetin. Nëse çdo njeri angazhohet për komunitetin, lagjin dhe fshatin për nga vin, mendojmë se Tetova mund të bëhet një qytet më i mirë. Shpresojmë se këshilltarët e tjerë nuk do të mbrojnë vetëm interesat e partisë, por do të mbrojnë interesin e qytetit. Tetovarët kanë fatin ta kenë një përfaqësues nga lista Më Mirë për Tetovën në Këshill, i cili do i mbrojë interesat e qytetit dhe në asnjë mënyrë nuk do futemi në pazare me partitë politike. Nga koalicioni Vlen theksuan se kanë shumicë në Këshillin e Komunës së Tetovës dhe se do të vazhdojnë bashkëpunimin me këshilltarët e VMRO DPMNE-s.